Mburi për bamirësi jep me grushta, e kur dojnë fëmija me shku me shetit, thot jo se kushton. Ky bashort, nëse e bën këtë me strategji, edhe me prapavija që fëmijët mas milon me shku, ka s'duhet me shku në përshëtitje jo të mira, themi, kjo është një strategji e mirë që duhet me i kallëzu edhe grus. Sepse kjo pyetje vjen nga gruaja ati. Pra mi thonë gru, unë e di që du të më ju dhonë fëmijëve, por apo e shef që janë të shku, çka janë të bon. Apo shet që o rrit vajza, o rrit djali, s'ban me shku që atje vetën e me bo këtë e me batë. Prandaj po shfrytëzoj këtë strategji që edhe gruaja me kuptu. Pastaj dal nga dalturit fëmijët me i bindë edhe ata që mos me shku në përshëtitje ku s'ka hije. Ju e dini se ka raste kur disa shëtitje s'ban me shku fëmijët tanë. E me i zavendësu ato shëtitje me shëtitje familjare të mira të khejrit. Kjo e para, nëse e bën bashorti thjesht nga përtatësia, apo më falni, nga kooperacia, themi nuk është të bën mirë. Pra, shëtitja është krejt në rregull, s'ka vrejtje islame në atë shëtitje, ai jep kënina bamirësi e familjen e le keq, qoftë për shëtitje ose për ushqim ose veshmbathje, themi kjo është e ndaluar. Në islam sadaka ma mirë është njeriu kur e jep për familjen e vet. Por gjithmonë pa të pru, edhe në bamirësi, edhe në familje, edhe çdo kon. Do të ishte mirë që ky bashort me rishiku këtë veprim të tij.